Vlora tashmë nuk është vetëm një qytet ku të huajt vinë për të kaluar disa ditë pushimesh verore, por po tërheq edhe shtetas nga kontinentet të largëta që kanë vendosur të jetojnë në këtë qytet. Dhe pas disa muajve jetese në Vlorë, u ka rënë në sy që në mënyrë paradoksale ky qytet turistik me plazhin e tij përgjatë lungëmarrjes vijon të mbetet me mbeturina dhe nuk pastrohet siç duhej të bëj. Dhe për këtë arsye një pjesë e rezidentëve të huaj janë organizuar për të pastruar vetë plazhin përgjatë lungëmarrjes. Ne jemi nga Amerika dhe u shpërngulëm drejt Vlorës në shkurt. Dhe tashmë po kryejm punën, pjesën tonë për ta mbajtur Vlorën të bukur, për ta mbajtur të pastër. Kështu që ne jemi këtu sot për të pastruar plazhin, për ta bërë Vlorën të duket bukur. Ne po e pastrojmë Vlorën sepse duhet ta pastrojmë, të jetë e pastër, dhe pse jo? Pse mos ta bëjmë diçka në vend që të ankohemi për të? Unë e dua Vlorën, e dua Shqipërinë, dhe kështu është kur e do diçka, kujdesesh për të. Unë e dua Vlorën, unë e dua Shqipërinë. Shumë prej nesh janë këtu më tepër se një vit. Kemi aplikuar për viza dhe jemi të nderuar që mirëpritemi nga kombi juaj dhe që mirëpritemi nga Vlora. Pastrimi i Bregdetit është një vepër e vogël e jona për të vlerësuar mikpritjen që ju na bët. Ermali na tregon se përse të huajve u bën përshtypje plazhi me mbeturina dhe shqiptarëve dhe aq më shumë institucioneve lokale jo. Sigurisht që të huajt të shikojnë problemin, vronjatët e kanë pak më të vështirë ta shikojnë pasi shpesh Vlora ka qenë në situatë të tillë. Domethënë nuk është se ka qenë ndonjëherë super e pastër dhe tani e shikojnë të ndotur. Për vronjatët është kryesisht normale, pastaj nuk e di, domethënë është çështje vizioni, çështje ndërgjegjeje. Edhe gjatë sezonit veror, menaxhimi dhe pastrimi i hapësirave publike në plazhe, por jo vetëm, ka qenë një problematik që ka lënë për të dëshiruar në qytetin e Vlorës.